Një tjetër fake news, këtë herë i prodhuar nga Gazmend Bardhi, ka qarkulluar në media, i cili ka publikuar një foto të ish drejtorit të ARSH Sevis Berberit, së bashku me zëvendës kryeministren Belinda Balluku e të tjerë zyrtar dhe pretendon se ka qenë një mbledhje në një apartament ku sipas tij ndaheshin tendrat korruptiv. Por në fakt kjo është një gënjeshtër publike. Pas denoncimit të Bardhit, faqja zyrtare e Lolitës në rrjetet sociale, si dhe blogeri Olti Curri publikuan të njëjtën foto dhe theksuan se është kryer në pallatin e brigadave për një aktivitet. Pra fotoja është bërë në pallatin e brigadave në datën 1 nëntor të 2019 në një aktivitet të mbajtur për 20 vjetorin e DPSHTR-s. Mbi një shekull automotorizim shqiptar, jubilej 20 vjetorit të DPSHTR-s, themelimi i regjistrit të parë zyrtar retro. Këto foto e zbulojnë qartë edhe gënjeshtrën e Bardhit. Kjo nuk është hera e parë që prodhohen fake news, siç ishte gënjeshtra me bllokimin e rrugës Qukës Qafploç, ndërkohë që lëvizja vazhdonte e lirë, kishte edhe bypass. Thjesht gënjyen qytetarët të cilët u alarmuan dhe anuluan edhe udhëtimet në Korçë. Por për politik nuk e kuptojnë dëmin që i shkaktojnë Korçës, për shembull në atë rast ku me qindra pushues do të shkonin në Juglindje. U anuluan hotele, darka, shpenzime. Janë kosto të mëdha për qytetin e Juglindjes. Në këtë rast bëhen mashtrime duke thënë janë takuar këtu e janë takuar atje. Këto mashtrime nuk i tregojnë gjë opozitës në kohën e rrjeteve sociale, thjesht dhe vetëm që është më mashtruese se qeveria. Si rodhi fotoja? Ajo që në fakt përbën vërtet një shqetësim dhe një alarm është se si ka rrjetur fotoja nga telefoni i Ervis Berberit. Kjo foto është marrë nga telefoni një personi të burgosur dhe ka dalë në media pikërisht në këtë moment ku Berberi është në burg dhe po hetohet zëvendës kryeministra Balluku. Askush nuk po reagon të thotë nga rodhi kjo foto, sepse prokurori i dosjes është Dritan Prençi. Cëna nxori përgjimet nga gjykata, Erion Veliaj dhe mediat u dogjën, kanë rrjedhur përgjimet. Në fakt përgjimet kishin dalë pas një vendimi gjykate, ndërsa sot kemi një foto që del e cila nuk është në asnjë vendim gjykate, por vetëm në dosjen e prokurorit dhe hetuesve të BK-s. Kjo pyetje është shumë e thjeshtë. Nga rodhi kjo foto? Së pari, ky akt dekonspiron hetimet dhe hedh në erë gjithçka. Ku është sekreti hetimor? Së dyti ka të bëjë me mashtrimin e Gazbardit. Gazi po jep gaz se e di që në PD nuk e do kush dhe po përpiqet të bëjë çdo lloj skeme dhe skenari. Pavarësisht se në këtë rast duhet të shpjegoj prokurori se si kjo foto ka përfunduar në duart e Gazbardit. Pyetja është shumë e thjeshtë, pse duhet të gënjej Gazmend Bardhi? Ka 1001 mënyra për të sulmuar Belinda Ballukun, drejtorët e saj. Pse duhet të mashtroj publikisht? Në kohën e rrjeteve sociale, gjërat dalin lehtësisht, është kollaj. Dhe ja gënjeshtra e Bardhit u nxor nga Olti Curri, ja nxori edhe Lolita, kështu që fotot tregojnë se cili aktivitet ka qenë. Gazmend Bardhi pretendon se ishte në një apartament. Jo, nuk është e vërtet, është një gënjeshtër. Fotoja është bërë në pallatin e brigadave, siç edhe e theksua më sipër në 1 nëntor të 2019 në një aktivitet të mbajtur për 20 vjetorin e DPSHTR-s. Fotot gjenden kollaj në rrjetet sociale të kryeministrit, zëvendës kryeministres, së aktivitetit që është kryer në 2019. Pse duhet të mashtroj publikisht Gazmend Bardhi me zërin e tij si klarinet e prishur? Për çfarë arsye duhet të hedh në erë kauzat e opozitës, siç hodhi në erë Saliani kauzën me Fatmir Xhafajin, me ministrin e Brendshëm me audiopërgjimin, për të cilin u dënua për kallëzim të rrem. Edhe në këtë rast e njëjta gjë është. Fotoja është bërë në zyrat e pallatit të brigadave dhe Gazbardhi mashtron duke thënë që është mbledhje në një apartament, një gënjeshtër e cila u rrëzua brenda pak orësh duke u publikuar dhe e vërteta e asaj fotoje. Pra prokurorit i rrjedh një foto nga dosja hetimore dhe Gazi mashtron publikisht.